Mirëmbrëma, përshëndetje të shikues të nderuar, drejt për drejt nga Mitrovica, nga studio Radio Televizionit Mitrovicës, pra nga Oda e Rapsodit të Kosovës. Ju përshëndes edhe sonte këtë natë këtu nga zemra e Kosovës, nga Mitrovica, pra mirëmbrëma i thamë mysafirëve të nderuar të studios. Pra mbasi Hamdi Duboci, i cili është sonte mysafir, së bashku me grupin e tina me Hasanin, me Diun, Saimin, pra do të na knasni ju vetëm neve në studio këtu po edhe gjithë Kosovë. Inshallah. Faleminderit. Na kemi orë, faleminderit që na ke ftuar. Unë jam i fshatit Dubos, tash jetoj në Avalan. Unë kam kënu me vllazën dhe me Livnin i cili gjendet për shërim në jashtë vendit, tash këtoj me Hasanin, me këta shokët, me Din, Saimin, Satmuni, me dojbe. Ty të njohim ma tepër si Hamdi Dubosi, pra... Faleminderit. Se sa vite merresh me muzikë, me folklor këta, mos ta me muzika është shumë e gjanë. Me folklor mirë na që 45 vite. Po një kohë tash e kemi lonë për shkak shëndetit, me vëlla bashkë, nuk kemi mirë, me shëndet kemi qenë mirë, e ndërprejtëm pak. Hamdi, tregom, ti ke shëtit në këtë Kosovën. Po. A guzoj me vetë? Me ku ke kalu mas mirë si? Na kemi kalu gjithkun mirë, kemi kënue, nuk këna huën me prish renin, e kemi ngu popullin, sa kemi mujtë e kemi knaqë, çdo vend kemi kalu mirë. Pra për ty këtë Kosovë është? Këtë Kosovë është në zemër. I përshëndes bashkëdhëtorët e mi të fshatit Dubos, Qamilin drejtorin e shkollës, ranë me ata mësuesa të tjerë, i falenderoj. I flak për folklor. Edhe i përshëndes kombëtarët e ri që nuk e lanë folklorin me vdek, po thomë. Falenderit për individu kur kom kënu unë, ka pas shumë pa kombëtarë. Ta shtatë ri kanë talent, jënë shumë të mirë, rrëz bashku, knaqësi. Po, faleminderit, lumë goje. Me njërë qofshi. Hasan, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, Hasan. Ka kaluar pak një periudhë, një pauzë, pauzë jo, se në perioda ke kënu bollë. Si ka kalu vera? Mirë, bezot e mirë. Faleminderit. Faleminderit, sa mirë se ke ardhur Mitrovicë. Qysh po shkojnë punët atje? Mirë po shkojnë asër. Jemi të kënaqur edhe me pjesëmarrësit edhe me krejt mirë atë në polici. Faleminderit. Medi, mirë se ke ardhur. Mirë se gjetëm. Teleshikues të nderuar, ne do të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit me muzikë e këtë gishtat e artë të këtyne 4 rapsodëve këtu në studion e televizionit Mitrovicës. Ato do ta dëshmojnë sonte. Proja krisim këngës dhe qëndroni pranë frekuencave tona të arta.
galaj, e shajni fjallaj, Beste
широкой шагнул при тебе. Разрезанной пьет, девчонка, который печет шагоме.
Vazhdojmë me rrjedhën e programit Rapsodia Folklorike, këto këngët e para, të cilët këta rapsod pra i kënduan këtyre minutave ju se teleshikues të nderuar, me të vërtetë kanë qenë impresionuese, shkëlqyer, ju lung goja tuaj televiziv. Përshëndetje stafi realizues i programit, përshëndetje ty Naser, dëshiroj shëndet të mirë, përshëndes musafirt në studio, përshëndetje veçantë për Hasanin, ju përshëndet Milazimi me dy nipat, Eltonin dhe Eronin. Mandej kemi SMS-in nga Djelza, e përshëndet me gjithë zemër Hamdi Dubovcin, keni 20 ëmbël veç përpara. Kalojmë tek Kimeti, përshëndet Bylbyrat e Kosovës, posaçërisht Hamdi Dubovcin, zemra ju knoft. Kalojmë tek SMS-i i radhës, thot o Samir rrejnë telat e çiftelis, po knojnë bit e shqiptaris. I knojnë trojet e liris, ju përshëndet Mbesa Zejnepi e posaçërisht gjyshin Hamdiun. Shkojmë tek SMS-i i radhës, vajza Merveti përshëndet prindin Hamdi Dubovcin, nga Mitrovica na ka çu fjalë, Mitrovica na ka çu fjalë, na kanë ardhur dy këngëtar. Beogradin kanë me kall se trojet tona nuk do t'i lëjmë të ndara. Kështu qëndrojmë fjalët. Nipat Blerati dhe Blerodi nga Pasoma e përshëndesin gjyshin Hamdi Dubovcin me fjalën kënosh gjithmonë të duan shumë gjyshim. Sa nipa i kipat Hamdi? E mbesa? 7-8. Ani, rënovshin. Dojnë rënovshin. Vazhdojmë tek djali në Fariu, i përshëndet babën Hamdi Dubovcin, si dhe gjithë stafin e radio televizionit Mitrovicës. Kemi përshëndetje nga aty ku ndëgjohet çiftelia, aty bashkohet Kosova e Shqipëria. Ju përshëndet Qerimi me vëllezërit Kelmendi. Pra, Qerim Kelmendi nga Pavlani 5 na ka dërguar SMS-in, të cilin unë e përshëndes nga zemra. Qerim, unë e Samiu nesër pas shkupit jemi pra te ju në kohën e caktuar. Qysh e kemi lanë, pra do të bëjmë incizime nesër në Duga Gjen, pra ku do të incizojmë shumë shahirat njoftën me kamerat tona të televizionit Mitrovicës. Pra, do t'jetë një befasi ku ne gjatë pas një kohë do t'i emitojmë ato përmes valve të televizionit Mitrovicës. T'ju përkujtoj teleshikues të nderuar se ekipet e terenit bashku me mua të televizionit Mitrovicës kemi filluar shumë oda, kemi incizime, andaj ju ftoj që edhe ju na bashkoni të gjithë kush ka dëshirë të incizon në odën e vete Rapsod në afton. Numrat e telefonit ju i shihni përmes promos të televizionit Mitrovicës të Rapsodisë Folklorike, janë 044 146 145 dhe 044 330 500, ku ne pranojmë porosi dhe në kohë të caktuar ku merremi vesh, vim atje me kamerat tona, me stafin ton dhe bëjmë incizime në paroda të Rapsodëve të shahirave të ndryshëm. Me 2 shtator viti 98, këtë Serbin e ka trondit Hamdi Mehmeti me shokët e vetë, se sa herë gjun ka 3 i vret, se flamurin shqiptar zbën me prek, se shqiptaria në la amanet, thojnë 9 vëllezërit Januzi nga fshati Sum nga komuna e Vushtris. I përshëndet Rapsodet shumë dhe televizionin e Mitrovicës. Faleminderit për fjalët e bukura. Kemi një përshëndetje nga Baca Abaz Izvica, i cili përshëndet stafin e televizionit Mitrovicës, dhe ty Naser përshëndet nga zemra, shahirat, Hasan Qiqin, Hamdi Dubovcin, Medi Bajraktarin dhe knofshi gjithmonë. Me siguri Baca Abaz nuk e ka ditë që edhe Saimin e kena sonte, për gjitha. Po, përshëndetje nga drejtori i shkollës Jusuf Gërvalla, pra nga Dumnica e poshtme, për ty Naser dhe Musaver që keni ne duke dhënë kontribut për çështjen kombëtare. Rënoft Shqipëria e bashkëruar. Këto janë fjalët e drejtorit. E kemi një SMS na vjen nga Austria, është një celular me numër të Austrisë. Është Arsim Mehmeti nga Vushtria me qëndrim në Austri me shokun Xhemal Mehmetin. E përshëndesim këngëtarin e mirënjohur Hamdi Dubovcin si dhe stafin e radio televizionit Mitrovicës, jeni të më të mirat. Faleminderit, respekt. Nga Alisha Raxhia nga Vushtria, pra na përshëndesim, mande kemi një përshëndetje nga Mirsad Rashani, më falni, veç deshta me i përshëndet shahirat në studio. Kalojmë tek SMS-i i përshëndetje i parafundit, pra në celular, djep
Përshëndetje djepi i folklorit shqiptar, ju përshëndet Avdiu nga Menipat, Harisin, Ensarin, Albinin, Meritonin dhe Avdiun e vogël. Dhe SMS-i fundit, se ideja demi me 6 djemat nga Vushterja, i përshëndesim për zemër, se shkallën e krejt zemra ju pënoft. Vacamdi, një 2 fjallë për këta SMS-a? I përshëndesim nga të gjitha ata që na urojnë, sa të mundemi. Po. Të shkënojmë. A po na tregon tash shikuesve edhe mua cilat këngë janë të radhës, për cilët dëshmor, për cilët heroj do të këndojsh tash? Na i kemi do këngë vjetra, nëser Qashtu? jemi edhe të vjetër me vjetë, do jemi kënu do këngë të herojve të vjetër. Hajde ti ndëgjojmë pra. Për këta heroj të ri kemi me punu shumë, duhet me punu shumë. Po. Edhe ata do të vinë rënë, edhe ata do të kënojta. Atëherë mos prito dhe ti ndëgjojmë pra.
Pastor, men I know I could be, that what you left,
Pashkur bajti doni Një pastone, hajde goj. Wese kan jo vërni në
Mjaft këngë, u gëzofshi, faleminderit shumë, me të vërtetë ishin këngë të mira, faleminderit shumë. Teleshikues të nderuar, do të vazhdojmë vetëm edhe sa për një valle, këta rapsod të cilët do të interpretojmë përmes valëve tona të drejt për drejt, pra të televizionit Mitrovicës. T'ju njoftoj edhe njerë se stafi radio televizionit Mitrovicës çdo ditë pra është në vazhd mbledhjes së këngëve burimore folklorike, pra dhe duke sajuar pra emisione të cilat emitohen drejt për drejt nga studia e televizionit Mitrovicës, pra dhe qëllimi i vetëm është pra kultivimi dhe ruajtja e folklorit shqiptar. Këtë e bëjmë me qëllim emisionet drejt për drejt, andaj i ftoj të gjithë rapsodët, sidomos rapsodët të cilët kanë, që thojnë popullor, që emën pra në popull, që të vinë të na bashkohen në rapsodisë folklorike dhe pra të vinë çdo të shtunë drejt për drejt këtu në studion e televizionit Mitrovicës në Mitrovicë. Ardhja e tyre me siguri është e mirë se ardhë jo vetëm nga stafi i televizionit Mitrovicës, po edhe nga gjithë populli shqiptar, të cilët sadopak dëshirojnë t'i shohim edhe ata që kanë mbetur pak të vjetër, pra rapsod vjetër, ma me nam që thonë me za, që t'i shohin drejt për drejt të këndojnë pra në odën e shahirave këtu në televizionin e Mitrovicës dhe të kontribuojnë sadopak për folklor. Ata e di që mjaft kanë kontribue, mjaft kanë dhënë nga zemra e tyre, nga goja e tyre, me gishtat e tyre, me sharkia, me çifteliat e tyre, po nuk është pra nuk mungon gjë edhe që të jetë edhe ndonjë emision drejt për drejt pra këtu në studio. Edhe më herët thash jemi në vazhdim edhe incizimeve nëpër oda të rapsodëve dhe na ftoni numrat e celularit ishini në promo çdo ditë përmes valëve të televizionit Mitrovicës. Ne do t'u përgjigjemi juve dhe me kënaqësi do të jemi aty në odat e juaja që të marrim incizime dhe t'i transmetojmë përmes valëve tona. A jam edhe një dy fjalë. Kishim pas shef jo vetëm unë e stafi jon, po gjithë populli ta ndëgjojmë nga goja jote. Faleminderit që ishe në program ton. Faleminderit për këto këngë të bukura të gjithë juve që keni dhuruar pra gjithë adhuruesve të folklorit. Përshëndes ata që na kanë dëgjuar edhe gjithë popullin shqiptar. Faleminderit. Edhe juve, prova dhe Necmettin Spahir që na kanë mundësuar këtë vend këtu. S'po di çka tjetër. Shumë faleminderit. Me ne Gjithë juve. Faleminderit. Besoj se nuk do të jenë këto edhe takimet tona të fundit, do të kemi edhe shumë takime tjera, edhe pa dyshim që ne do të kënaqemi, edhe do t'i kënaqim gjithë tjerë. Unë nga zemra ju përshëndes, ju dëshiroj jetë të gjatë, shëndet dhe gjithë mirat. Pra u pafshim dhe shtunën e ardhshme.